Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ecmain. Në emrin të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë me ju. Të nderuar shikues dhe ndëgjues, kudo që jeni dhe na ndiqni, dua t'ju përshëndes nga shpirti dhe zemra me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Këtë ditë është sezoni me të cilën bëhet një farlloj zhurve, bukur e madhe, me pretekstin e dashnijës së lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me një fjalë të na i thojnë me vlot. Me arsyen që këtë ditë ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe qohen tash dy tabore, tabori i cili e përkra lindjen edhe tabori i cili nuk e përkra ose e kundërshton lindjen ose festimin e Mevludit. Edhe të dy palët argumentohen me argumente të lloj-llojta. Pala kundërshtuese e Mevludit i bën argumentet. Pala përkrahëse i sjell argumentet e veta. Populli po jet në huti, vallë. Katë jam vajmë, këndej apo andej? Ato hoxhallar, këto hoxhallar. Ato me argumente, këto me argumente. Çka është problemi? Katë jam vajmë populli i cili është populli jo i ditur me dituri të thellë në këtë çështje. Ne u thojmë shumë lehtë edhe shumë qartë se ne për model nuk e kemi as Hoxhën, as Bashësin, as atë apo as këtë. Ne për model e kemi librin e Allahut edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rast, për me u kon i qartë edhe shpirti më kon i qetë, i referohemi librit Allahut edhe sunetit pejgamberit, pasi që libri e Allahut po na thot, Allahu në Kur'an thot, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Nëse keni një çështje të pakjartë, kthehuni te Allahu dhe pejgamberi. Pra kthehuni në Kur'an dhe në sunet. Edhe shumë lehtë është kjo mesele, shumë qartë është kjo mesele. Allahu azza wa jall edhe për këtë çështje ka dhënë zgjidhje. Saqë Allahu ka dhënë garancion, thot, ma farratna fil kitabi min shay, nuk kemi lënë asgjë këtë libër pa mos e cekur. Allahu azza wa jall po thot në Kur'an, këto janë ajetet e Kur'anit, ajetin e lart përmendëm me kimi suratul An'am, ajeti 38. Ajeti në vazhdim thot, Allahu azza wa jall thot, el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Unë sot ju kompletova ju fen, u përsosa ju fen. Dhe kompletova ju të mirat e mia, edhe islamin u abona për fe. Dhe u kompletova. Faktikisht s'ka më lënë gjë pa e cek, pasi që e ka kompletu krejt. Pra ta, në këtë raste e kemi model librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse Allahu po thot vet, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mbi ju shembulli më i mirë ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, limen kana yarjullahi wal yawmil akhir. Ai për ato të cilët e shpresojnë takimin me Zotin dhe ditën e gjykimit, e kështu me radhë. Pra, këto shifën shumë qartë të gjona. Pra, nëse unë nuk e kam të qartë, a me këtë tabor apo me atë tabor, merre fjalën e Allahut prap. Çka po thotë fjala e Allahut? Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Çka ju ka thonë pejgamberi merrni, çka ju ka lënë mos e merrni. Ma çka ju ka ndaluar mos e merrni. Ka urdhër kuranor, këtë ajet e keni suratul Hashr ajeti 7. Pra, çka ju ka thonë pejgamberi merrni. A ju ka urdhëruar pejgamberi me po merrni. Sepse përndryshe devijojmë. Se Allah azza wa jall po dhe urdhër, po thotë ja ayyuhalladhina amanu atiu Allaha wa rasul wa atiu ar-rasul. Ja ayyuhalladhina amanu atiu Allaha wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. O ju musliman, respektoni Allahun dhe respektoni pejgamberin e juaj edhe respektoni përgjegjësit e juaj. Nëse keni të një mosmarrëveshje me ato përgjegjësit e juaj, kthehuni tek Allahu dhe pejgamberi. Te Allahu dhe te Kurani dhe te Suneti. Kjo puna është e qartë.
Pse më ulodh na hiç? Të thot populli një fjalë të urtë. Nëse e kemi mashën, pse me gjik dorën? Çe ku i ke librin e Allahut, çe ku i ke sunetin e pejgamberit, letë kije. Hiç mos e lot trunin, mos e ngo as ket as apat. Këshire çka po thot Allahu dhe çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dikush i mund të thon, po mirë be hoç, pse s'po gjile gjuhën përbashkët? Unë po tregoj tash një çështje. Mosgjetja e gjuhës përbashkët është e bazë. Sepse ata të cilët më në men këtë fjali, kjo është shumë definicion me rregull, me rëndësi e kam fjalën. Ata të cilët e kundërshtojnë e kanë shumë me vend. Pse? Sepse për bazë e morin argumentin tani logjikën. Ndërsa ata të cilët e përkrahin e morin logjikën për bazë tani argumentin. Definicioni arabisht thot: Nahnu, këtë kjo vlen për xhallar, nahnu nastadil thumma na'taqid. Ne argumentohemi, tani mendojmë dhe logjikojmë. Ata thojnë nahnu na'taqid thumma nastadil. Na e analizojmë argumentin, tani thotë e argumentojmë. Jo, sepse argumenti, fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit vjen para logjikës teme dhe logjikës tënde, sepse këto janë mbi gjitha, se janë të zbritura prej Allahut azza wa jalla dhe të ardhura prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra këtu është e mosmarrveshja, se me ukon që i japin përparësi fjalës Allahut edhe fjalës pejgamberit shumë është qartë mesela. Te akivërit këtë argumentet çka i sjellin ata që e përkrahin e morin logjikisht i japin, me logjik. Po kështu e dashnia ndaj pejgamberit e duhet me dash pejgamberin, pse na se dojmë pejgamberin që po kundërshtojmë ja? Na as pasmi dashnin e Resulullah alayhis salam, veç ti paske me mekërri rrum, tasi rrum, me cigare, namaz nuk del, muzikë ngon, këta haram më timan, edhe me vrudi aj pedoj ka pejgamberin më shumë se një ai cili është i përposhtur për sunet. Kjo është një çka nuk po dhes mirë. Pra, ne argumentohemi, tani logjikojmë, ndërsa ata logjikojnë, tani argumentojnë. Kjo është gabim. Pra duhet një argumentit vjen numër 1, sepse Allahu e ka zbrit këtë Kur'an para se me ardhë logjika ime dhe logjika e jote. Këto këtë kanë bujnë me fejen e Allahut. Se dikush thotë, po pse be s'ka gajle, po është puna që për të qënë me bua salavatë mbi pejgamberin, pe përmend mbi pejgamberin e ku e di shka. Po mirë, pejgamberi a thua se pas ka ditën, kur qaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mësoi neve çish me hongër, e çish me pi, e çish me flet, e çish me martu, edhe pas vdekjes ta mësoi neve se çish me vazhdu jeta. Këta i mësoi neve, e se pas ka mësoi neve ditëlindjena, kur pa pas kohë më falni shprej edhe për pastrimet e tona të mëshme trupit çish me i bën. Na ka mësuar edhe çato Muhamedi alaihi salam. A se në fillim atë ka ajeti kuranor i cili po thot, nuk kena lënë gjon këtë libër pa acekën. Atëherë çka u bën Allah në xhenet ju qoftë. Moni kështu se s'ban. Moni përmbajnë në librit e Allahut dhe përmbajnë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse Resulullah alaihi salatu wasallam po thot: "Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di." Përmbajnë thot sunetit tim dhe sunetit pra traditës time dhe traditës të cilët janë khulefai rashidin, 4 kryetarët, Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliu, të cilët do të vinë pas meje. Tamassaku biha, më përmbajuni atin e wa addu alejha bin nawajid, rështrëngoni fort me dhëmball ato. Wa iyakum wa muhdathatul umur. Kjo është ajo pika, problemi më i madh. Pejgamberi sa po thotë, kujdes nga çështjet galisit. Kujdes nga risit, nga bidatet. Fa inna kulle muhdathatin bid'a, se çdo risi është bidat dhe çdo bidat është zot të xhenemit apo në humbje. Këto është rreziku. Këto është rreziku i madh. Shokët e Muhamedit alayhis salam kur e ngun këtë fjalë. Kur e ngun këtë fjalë çka bënë? Pra u mantër fort për sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kishin frikë, sikur ai shoferi, ai vozit i cili vozit makinën, a ki pa, edhe kur merr një rrugë gjatë, ai është shumë i vëmendshëm që timoni i cina mos lakon mojtës jetë gjatë ose mundet me ra. Po çka bën? E mën rrugën mirë dhe drejt. Për ndryshe një lëshim i vogël, një gabim i vogël del për rrugës edhe pa ndeshje, mytet rruna Zot. Merr çao veten dhe familjen kanë ka me vete. Kështu që pejgamberi na mësoi që më u përmbajt neve kësaj çështje. Edhe shokët e Muhamedit alayhis salam aq shumë e dashën këtë çështje edhe ju përmban mirë dhe nuk lëshon rrugën.
Shto tash pyetja thuva, unë edhe ti edhe çto hoxhallar në thojza, çto hoxhallar pe dojkën pejgamberin më shumë se sa shokët e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Muhamedi alayhi salam kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë për afërsisht sikur që ka thonë sahabët ato shokët edhe historianët, ka thonë se janë kohë diku 124.000 shokët Muhamedit alayhi salam. Më tregoni për izat Zotit, veç një pyetje kam, për izat Allahut o ju hoxhallar, të cilët pe e mbroni me vludin, pash Allahu një pyetje kam. Bëmrani veç një argument që pejgamberi e festoi ditëlindjen. Veç një argument bëma. S'pedu më shumë, njëherë e festoj pejgamberit ditëlindjen. O ju hoxhallar, o ju festues të ditëlindjes, tregoni 4 xhulefaj rashidin, pas kur kush nuk mundet me e dash pejgamberin, hajde se mujtë më thon dikush, po pejgamberi akon gjallë se ka festuar ditëlindjen e vet. Po në rregull, Ebu Bekri pas vdekjes pejgamberit. Kush e do pejgamberin më shumë se Ebu Bekri? Hajde kallzoma në njëri që mundet me e dash Ebu Bekri më shumë se me dash pejgamberin më shumë se Ebu Bekri. Omeri radhiyallahu anhu, Othmani, Aliu, e tjerë sahab ketë me radhë 124.000. Vetëm një prej qëtëri 124.000 shokët Muhamedit alayhi salam e festuan ditëlindjen. Vetëm një be ma jepni? Vetëm një. Pra ato e ditën se nuk ka bazë në fe. Nuk ka. Kush boni? Hajde dikush po thot, por që sa vjetë na i mësuan, apo i thu vetës Hanefi? Po, bema një argument që Ebu Hanife, rahmeti pa shpirti, imami i madh, imami i par, Ebu Hanife, Nu'man ibn Thabit, se të rritash dikush i ka mendu që Ebu Hanife a gruje, jo, Ebu Hanife sa është gruje, është burr me plot kuptimin e fjalës burr, dietar me plot kuptimin e fjalës dietar, më i madhi prej imamëve të katërve. Dikush do të thotë kon arab, jo, sa kon arab, të përmirësoni gabimet, se çdo gabimet e jua po na shtin tani mas në hendeqe të lloj-llojta. Pra Ebu Hanife shka për i do një shumë. Hajde kallëzëm që njëherë Ebu Hanifja e boni një me vlot. Ose nëzonsit e Ebu Hanifës, Muhamedi apo Zuferi apo Jusufi apo aja apo ki. Një bema një, vetëm një argument. Ose Imam Shafi apo Imam Maliku apo Imam Ahmed ibn Hanbali, njoni për këtime që kanë bëhen. Moni, sepse kjo çështje e ka dikun fellza në fillën, ju lutëm. Kjo e ka fellza në fillën. Kjo e ka fellza në fillën të dërvishët. A dërvishët e kanë morë për kujna prej krishterëve dhe prej jahudve. Sepse krishterët e kanë për merak me ja festuën Isaut birit Merjemit, pra Krishtlindjen që i thojmë na, këtani dërvishët e kanë morën, këthët edhe na pja festoj Muhamedit ditëlindjen. Po mirë be ti pja feston Muhamedit, ama ku bazohet që pja feston Muhamedit alayhi salatu wasalam. Pra baza këtyre kokat e Fatimiin të cilët kanë qenë në Egjipt, ata kanë qenë Shia, edhe çto Fatimit i ka luftuar Salahuddin Ejubi. Rahmeti pi Kurdistani sot ka shku në Egjipt, deri ka çliruar Egjiptin pi shiave, tani ka shku edhe e ka çliruar Kutsin prej jehudëve. Domethënë njerëz ju ka kushtuar në shiave tani mas jehudëve. Pse? Se janë të rrezikshëm se kanë këto kanceri i umetit, na kemi thonë shumë herë. Pra, baza e mevludit edhe shpiksit e mevludit kokën shqiat Fatimin. 360 vjet pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këto e mundën prej krishterëve, se krishterët ja festuan Isaut ditëlindje, Krishtlindjet që i thojnë. Na, hajde edhe na ta bëjmë festlindjet ose me vludit që ja bëjmë Muhamedi alayhis salam. Derisa në India që me një vend e parë dikun, e kishin marrë disa qira shumë, edhe i kishte kallë qirët, edhe kur i dhezi qirët këtë hapi berdi ju ja Rasulullah. Edhe rreshin frublok edhe kënaqeshin. Mos vani hajgare këtë, hajgare me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po mirë, sunetet e pejgamberit alayhis salam sa i të i bën, sa i të i përmbaj sunetet e Rasulullah alayhis salam, namaz nuk fal. Kur nisën se bën, kur vjen puna të mevludit, ja valla pe bolen në mevlud se më ka djeg gruaja. Ani shka po vend, shka pak edhe shumë siklet, ku po dalin dhe se në thojnë do të farqe si hoxhënica të cilet ngasin derëm der, aj baba i ka dik, nona i ka dik, hajde të krymi me vlot. Për shka? Pasha Allahin e qabës nuk e ka gjatë qëtër vetëm se me ishti disa lek në gjep. Pasha Allahin me thonë që ani krem me ludi po nuk t'japi pare, pasha Allahin nuk e kënon. Pasha Allahin nuk e kënon. Pra ata pjo them që kujdese, kjo çështje ka shumë pak edhe në atë aspektin material. Ju lutem, pra kujdes, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka dhënë neve vijat edhe direktiva se na çish bio përmbajtën kësaj rruge. Edhe ka thonë që mos me të pruat në dashnin pejgamberit, më ka thonë, mos më ngritni mua, mos më rritni mua, sikur që kanë rritën thot krishterët birin e Isaun birin e Merjemit. Pse? Se ty e rrit tani krishterët ka thonë që është bon Zot. Në ditë e pengoj një lajm, një plak,
i kishton njonit, thuj be, o ti finan hoqa, thuj Muhamedit vjetë pa me shpirti se jam lo, mo. Këshire, pra qështo krishterët kanë filluën, të mos me i përmisu në gabimet qështo, të një vem puna që e bojnë Muhammedin a.s. Që që kanë bo krishterët Isaun a.s. Na jo, na e dim se Muhammedi a.s. është i dërguar i Zotit, rob i Allahut, ka vdekën sallallahu a.s. me trup është i vdekur, me vepra duhet të jetë i gjallë, ku thot Muhammedi a.s. ka dhënë urdhë të prerë, thot, la të truni kema atarratin Nasara ibn Maryam, innema ana abdun, Fekulu abdullahi wa rasulihi. Pra, mos më ngritë, thot mua, ashtu thot qish e ngritën e tepruan krishterët, thot Isaun birin e Merjemit, por thot thuni, unë jam rob i Zotit. Jam rob i Zotit dhe i dërgom i cina, sepse nëse teprohet, bëhet bajat. E kam një pyetje tjetër, për o gjallarët që kë pyetje vlen, o gjallarë, kolektemi pash Zotin për gjigjunia. Kur ka lind pejgamberi a.s. Nëse thuni 12 Rabiul Awwal, pasha Allahun është datë e dyshimt. Mas pak ti argumentet janë që pejgamberi ka vdekën në 12 Rabiul Awwal. Bilet e Hanefit e kanë 4 muaj ose 6 muaj më vonë ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka lind 12 Rabiul Awwal. Pra, edhe me pas lind Muhamedi alayhis salam me 12 Rabiul Awwal, edhe me pas lindën, nuk është ditën që ka me u kon pejgamber. Në mirë tash ku jam të qitën. Nuk është ditë që ka lindë si një fëmijë, do thojnë, kur të lindi u çu boni sesh dhe fali direkt, rrejna e të dërvishve. Të janë palavra. Më ka lindë si çdo fëmijë dhe u kry muhabeti. Mirë, pra, ditëlindja është shumë diskutabile, sidomos te Hanefit. Po mirë, hajde kallëzoni kur ka vdek Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, krejt janë unanim se ka vdek me 12 Rabiul Awwal. Pra në qëtë datë që ka ju përmendoni me festuën, pejgamberi ka vdekën, edhe këtë ditë na duhet me vajtuën, me mërzit se ka vdek më e dashura krijesë e Allahut, më i dashuri njeri, prej të Ademi a.s. të njeri fundi që ka do tjetë, pra ka vdek njeri. Ka vdek njeri, pra këta shte a pe feston ditëlindjen, a pe feston ditëvdekjen? Kush i pru këto mesele? Pra i pru këto mesele dërvishët, pse? Ata pasha Allahu nuk e dojnë pejgamberin alayhis salam, po bon kinse pe dojnë. Sikurse familjen e pejgamberit, kurse fjala kajnë për Hasanin e për Huseinin, në realitet ato vetë kanë mit Huseinin dhe Hasanin. Pa e tepru tepër të nderuar dëgjues e shikues. Pra 12 Rabiul Awwal është dita e vdekjes pejgamberit alayhis salam, jo ditëlindja e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Edhe në fund krejt pa e tepru më falni. Na mjafton neve libri i Allahut dhe na mjafton neve suneti Resulullah alayhis salam. Atë çka e ka dhënë pejgamberi merrni dhe atë çka e ka lënë lene. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atë çka ju ka dhënë pejgamberi merrni dhe atë çka ju ka lënë nalene. Pse? Sepse kemi duhet me pasën kujdes, sepse nëse e kundërshtojmë, i kundërvihemi sunetit pejgamberit alayhis salatu wassalam, le ta dim se Allah ka më ndëshku fort. Ngone shka thot Allah azza wa jalla në Kur'an, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kush do që e kundërshton të dërguarin pasi që është bon rruga e qartina dhe ndjek ndonjë rrugë tjetër nga ajo e rruga e besimtarëve, pra kush e kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka do të thotë? Ne do ta lëm atë ndjekje. Atë çka e ka zgjedh këtë ndjekje, mirë po le ta din se do ta fusim në xhehenem. Sa përfundim i keq është ky. Pra ata cilët pe kundërshtojnë sunetin e pejgamberit alayhis salam, pasi që ju është bërë qartë, le ta din se ata do t'i prit xhehenem. Allahu na ruaj. Në fund krejt Allahu në Kur'an po thot, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi." Let ken kujdes ata të cilët e kundërshtojnë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E çka bëhet? An tusibahum fitne au yusibahum adhabun alim. Ata mundet me i goditë një keqe apo me i goditë ndonjë sprov ose ndonjë dënim i dhimbshëm. Kështu që Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma thotë se fjala sprov fitne mujtet me kon çka me dal pe fes, sepse në fund adhabun alim, dënimi i dhimbshëm është vetëm për ata të cilët kanë shkuar para Allahut me pa fe. Pra
kundërshtimi pejgamberit alayhis salam, koka prej seneve të mëdha. Atë çka ka bë pejgamberi bane, atë çka e ka lënë pejgamberi lene. Në mos e teproni dashnin, kështu fjala na pedoj pejgamberin. Po mirë, pasi ti pedoj pejgamberin, pse njerëz po shohin xhami në sabah? Pse s'po të shohin njerë njëtësi? Pse njerëz po të shohin të bëni një sunet pejgamberit alayhis salam? A vetëm me ditëlindje? Pra kjo është e marrë prej dervishëve, ndërsa dervishët e kanë marrë prej krishterëve, se ata e festojnë ditëlindjen e Jezu Krishtit, edhe këta e festojnë ditëlindjen e Muhamedit alayhis salam, ndërsa pejgamberi nuk e ka festuar, nuk e kanë festuar as shokët e vet, as nuk e kanë festuar gjenatët e para, as gjenatët e dyta, as gjenatët e treta. Atëherë është një shpikje, është një risi në këtë fe, edhe çdo shpikje dhe çdo risi mund të më na çojë në humbje. Allahu dhash bereqet. Allahu na bën të qartë. Pra vetëm desha që ta hek me këtë dyshim, që njerëzit të orientohen se me të vërtet njerëzit janë hutuar, njerëzit e kanë humb rrugën, s'pudina me këtë grup apo me atë grup. Unë ju them as me këtë grup, as me atë grup, por e ki librin e Allahut dhe e ki sunetin e pejgamberit. Si ta ketë bë pejgamberi, ban edhe ti. Si mos ta ketë bë pejgamberi, mos e ban edhe ti, se mos u ban më i mëshëm se shokët e Muhamedit alayhis salam. Allahu dhash bereqet, na bën të qartë Allahu të vërtetën asaj të përbahemi, na e bën të qartë Allahu të vërtetën asaj të i largohemi, me të vërtetën të jetojmë dhe të veprojmë, dhe me këtë të vdesim Allahun të takojmë. Allahu azza wa jall gjithve në xhennetul firdaus na bashkoft me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ku ditën e kiametit pejgamberi alayhis salam kur do të bën shefaat, ka qef me na çu për në xhennet. Edhe pejgamberi sa thotë, "Kjo pi ummetit tim." Me lajket do të i thonë, "Jo Muhammed, jo, nuk janë këto pi ummetit tan." Thotë, "Pse?" Thotë, "Se pas vdekjes tonë këto banë shpike bidate." Edhe pejgamberi do të thotë, "Sohka, larg meje." Pra ju më pani tradhtu më fenë teme, si pani përmbajt rrugës drejt. Atëherë larg meje. E merrem me mend që pejgamberi alayhis salam, këta të cilët bëjnë bidate dhe risie, do të jenë larg Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ndashmukon me Muhamedin alayhis salam, ndjekje vetëm rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah i dhash bereqet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.